Kryebashkiaku i zgjedhur i Bashkisë së Tiranës Yron Velia i reagoi përmes një statusi në rrjetin social Facebook, ku thotë se prej 100 ditësh po pengohet të ushtrojë detyrën e dhënë nga qytetarët e Tiranës. Sot bëhen 100 ditë nga burgimi im pa asnjë justifikim të arsyeshëm. Ndalimi im i padrejtë dhe arbitrar vazhdon, megjithse nuk jam akuzuar për asnjë vepër penale. Si pasojë po pengohem forcërisht nga ushtrimi i detyrave të mia si kryetar i zgjedhur me votë masive 3 herë i Bashkisë së Tiranës. Velia e thekson se do të vijojë të ndjekë të gjitha rrugët ligjore për të dalë nga qelia. Pavarësisht burgimit, mbetemi pa përkulur. Çdo ditë që kalon ma forcon edhe më shumë vendosmërinë. Angazhimi im ndaj Tiranës, ndaj jush, ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të ardhmes së Shqipërisë mbetet i palëkundur. Do të vazhdoj të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin tim, në mënyrë që të vazhdoj të shërbej qytetit tonë të mrekullueshëm si kryebashkiaku juaj. Gjatë së hënës, kryebashkiaku i Tiranës bëri rekurs në gjykatën e lartë kundër masës së sigurisë të dhënë ndaj tij nga apeli i gjykatës së posaçme arrest me burg. Velia ju arrestua në muajin shkurt të këtij viti me akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave.